të hapura në një vrasje që ndodh në qendër të një komune të vogël. Në këtë fazë mund të them që edhe me tutje është herët, shumë herët, që të nxjerrim përfundime të caktuara. Edhe pse kryeprokurori i prokurorisë themelore Ferizaj dha një dëshmi po e them një prononcim caktuar dhe mbi të gjitha tha se indjeri është ekzekutu. Çfarë do të thotë ekzekutimi si term profesional tani, kur përdoret tamam? Është shumë vështirë me nxjerr përfundimin se çka ka menduar prokurori me këtë term. Për arsye se do të thotë ekzekutim një përgatitje për vrasjen e njeriu profesionale, faktikisht terminologjia në kodin penal nuk e njeh këtë term. Nuk e njeh. Ekzekutu. Po nisem prej pjesës teorike. Në kodin penal vepra penale e vrasjes të rëndant, e vrasjes së rënd, edhe janë përcaktu vrasjet të privilegjuara, janë 3 atje, vrasja nga pakujdesia, vrasja gjatë rënditjes fort mendore dhe vrasja gruas shtatzën. Në këtë rast, bazat e para janë të vepra penale nga nini 173, pika 1.9, vrasja e personit zyrtar, e cila është ndëshkueshme me dënim me burgim mbi 10 vjet apo me dënim përjetshëm. Të rastet kur mund më dhënë dënimi i përjetshëm, mund t'jepet edhe dënimi me burgim deri në 35 vjet. Mirë po. A karakterizohet ose a kategorizohet kjo si vrasje e personit në detyrë, që është duke ditur që është ora 23 edhe është në shtëpinë e policisë. Mirë po, neni 173, pika 1.9 thotë, vrasje personit të zyrtar gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, ose në lidhje me punën zyrtare. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen që këto 2 forma janë përcaktuara në mënyrë strikte në kodin penal. Gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, gjatë ushtrimit, më thonë nëse del në një detyrë caktume, në rrugë e tjera oficeri policisë, edhe ai vërritet gjatë asaj, duke ushtruar detyrën zyrtare dhe autorizime tjera, apo mund vërritet edhe në vikend, dilën në orët e vona, mirë po në lidhje me detyrën cilën e ka ushtruar, lidhur me detyrën e tij. Ka qenë oficer hetues në një rast caktuar, ka hetuar dhe ka prek në një interes caktuar. Po kryesit e këtij akti, avokat, me çfarë ballafaqohen në këtë situatë kur e kanë drejtësinë përballë?